Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Me të vërtet I jemi mirënjohës Zotit të Madhreshëm, I cili na ka krijuar dhe na ka udhëzuar, na I ka pasuruar jetën me fenë e pastër islame dhe na ka bë pasues të rrugës së lavdishme, rrugë të cilën e ka ndjekur dhe ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa dyshim se secili prej nesh është I lumtur dhe krenar që I takon kësaj feje dhe në jetën e kësaj bote bën përpjekje maksimale që ti përgjigjet dhe ta vënë në praktik gjatë rrugtimit të tij në jetën e kësaj bote. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se sot është një ditë e veçantë për besimtarët në përgjithësi anë kanë botës. Sot është dita e Fitr Bajramit, është ditë feste, sepse në Islam Zoti I Madhreshëm I ka lënë vetëm 2 festa fetare. Është festa e Fitr Bajramit dhe është festa e Kurban Bajramit. Kjo festë që jemi sot vjen pas një sakrifice të madhe, plot 1 muaj, përpjekje e njeriut për ta gjetur të vërtetën, për t'u formuar dhe për t'u siguruar në rrugtim e sipër në jetën e kësaj bote. Dhe si shpërblim për sakrificën e madhe të agjërimit, Zoti I Madhreshëm e ka mësuar njeriun që këtë ditë të gëzohet dhe ta feston në mënyrën më të mirë të mundshme. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se secila ditë në jetën e kësaj bote është e vlefshme. Por Zoti I Madhreshëm ka lënë disa ditë të numruara, të cilat ndoshta janë më të vlefshmet se sa tjerët. Dhe një prej ditëve të vlefshme të Islamit padyshim se është edhe festa e Fitr Bajramit. E para gëzohemi sepse e kemi mbyll një etapë të jetës. E kemi realizuar një thirrje të madhe të Zotit të Madhreshëm. E kemi kryer një obligim të madh. Dhe pas këtij obligimi s'presim asgjë tjetër përveç se shpërblimin e Zotit të Madhreshëm që vjen në formë të mirësive në jetën e kësaj bote dhe shpërblimin e madh në botën e përjetshme. Vëllezër të ndershëm, kjo ditë ja vlen që të çmohet, sepse e ka çmuar dhe e ka vlerësuar Zoti I Madhreshëm. Dhe njeriu I mençur është ai I cili e vlerëson, e çmon, e veçon ata të cilën e ka çmuar dhe ka vlerësuar Zoti I Madhreshëm. Janë 2 porosi të shkurtra për shkak natyrës së temës. Vëllezër, e para, Zoti I Madhreshëm na ka mësuar se jeta kësaj bote duhet të trajtohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe se njeriu duhet me qenë I lirë në kuadër të besimit. Dhe se njeriu këtë dunja ka të drejtën e jetës dhe duhet ta gëzon në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe duhet bën përpjekje maksimale që secila ditë e tij të jetë më lumtur se sa që ka kaluar dje. Dhe sot për shembull jemi të gjithë dëshmitar dhe obligohemi që të kontribuojmë për njëri tjetrin në mënyrë që t'ja lehtësojmë jetën dhe t'ja mundsojmë tjetrit me shiu jetën në mënyrën më të mirë të mundshme. Njeriu fatkeqësisht nuk ka njoftë armik më të madh se sa veten e vet. Njeriu është armik I njeriu fatkeqësisht. Në vend se njeriu të jetë një krah I fortë për njëri tjetrin, në mënyrë që t'i realizojnë qëllimet e kësaj bote, njeriu është bë armik I njëri tjetrit. Zgjohemi në mëngjes, në vend se t'i rritmi fëmijët, t'u shpresu se ardhmja është më e mirë se sa e sotshmja, neve na bërbandojmë me informacione të ndryshme, kërcënohet bota e kështu me radhë dhe vjen një pikpyetje e madhe vallë për ku jemi nis ne. Qysh është e mundshme që njeriu me qenë armik I njeriut? Në vend se njeriu të jetë vëlla I njeriut, të ndihmon me realizu qëllimet e jetës, njeriu bëhet armik dhe pengon dikan për realizimit të qëllimeve të jetës. Vëllezër, jemi një popull që kemi përjetuar në likur dhunën dhe sot kur shohim nëpër media se si bota është kantandis, ka njerë me të vërtet është shqetësim I madh. Pra ne sot secili prej nesh ka për obligim vëllezër që të kontribon në mënyrë më të mirë të mundshme, të krijon ura komunikimi me tjetrin,
të bëhet i lehtë për tjetrin, të bëhet ndihmtar për tjetrin, dhe jo të bëhet pengesë e realizimit të qëllimeve të jetës. Njeriu duhet të qenë mirënjohës edhe dhe atyre që bën sebeb për lumturinë tonë. Pra sot vëllezër të ndershëm, në vend se t'i prishmi urat, ne duhet të ndërtojmë urat e komunikimit. Për hir të kësaj dite të madhe, për hir të atij muaji të madh që po përshëndetemi këto momente, për hir të atij adhurimi të madh që na mësoi se njeriu është qenie shpirtërore dhe meriton respekt dhe meriton që të shijon jetën në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe dyta, vëllezër të ndershëm, Zoti i Madhërisht na thotë në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." O ju njerëz, bëni ndihmtar të njëri tjetrit në rrugën e hajrit dhe mos u bëni ndihmtar të njëri tjetrit në rrugën e shkatërimit. Besimtari, vëllezër, është njëri pozitiv. Besimtari që e njeh Zotin e Madhërisht, ai është pozitiv në shoqërinë ku është, sepse në këtë dunja peshon vetëm sa i je pozitiv në shoqërinë tonë. Peshon vetëm sa i jep shoqërisë tonë më të mirën të mundshme. Vlera e këtij njeriu në këtë dunja është sa është produktiv për familjen, për shoqërinë, për rrethin ku jeton. Erdhi një njeri te pejgamberi sa më tha: "Ja Rasulullah, tha, cili njeri është më i mirë te Zoti i Madhërisht?" Rasulullah i tha: "Njeriu më i mirë te Allahu është ai i cili është më i mirë për familjen dhe shoqërinë ku jeton." Tha: "Ja Rasulullah, e cila është vepra më e mirë që do Zoti i Madhërisht?" Tha: "Vepra më e mirë që mund ta bën njeriu është një vepër me cilën e gëzon familjen dhe komunitetin ku jeton." Vëllai ndershëm, mos u bë sebeb me një vepër me i dhuru familjen. Mos u bë sebeb ti me bën një vepër me i dhuru shoqërinë që ti takon. Mos u bë sebeb ti me kriju barikada në ndërtimin e kësaj shoqërie. Po bë për atyre që i ndihmon shoqërisë tonë më u ngrit në nivelin më të duhur të mundshëm, sepse kjo është misioni secilit besimtar në jetën e kësaj bote. Vëllezër të ndershëm, sot është ditë e madhe, ditë e faljes. Edhe ne prapë që kërkojmë faljen e Zotit të Madhërisht, do t'i falmi njerëz, t'ia harrojmë të keqen, t'ia zgjatëmi dorën njëri tjetrit, t'i premtojmë njëri tjetrit se nuk do të bëmi pengesë për asnjërin dhe t'ia lëm fatin në dorë atij i cili ka fatin e secil krijesë, Allahut xhelle wala. S'na ka hije si njerëz pas këtij adhurimi të madh që të vazhdojmë me të kaluarën duke qenë pengesë për njëri tjetrin, sepse nuk është ky misioni i njeriu në jetën e botës. Njeriu është krijesë e vlerësuar e Zotit të Madhërisht. Ai ka me mision të madh për ta ndërtuar jetën, për t'i lënë gjurmë në trajtorën e jetës, për të lënë gjurmë për ato që vinë pas neve, dhe thjesht m'ia lehtësua dhe breza rrugën e jetës siç na ka lehtësuar dikush para neve. Pra sot është ditë feste të ndershëm vëllezër, është ditë e madhe. Ju dëshiroj secilit për ju dhe gjithë besimtarëve anë kanë botës më të mirën të mundshme, duke lutur Zotin e Madhërisht, atij i cili ka frejnë të dunjas në botë, që të ndikon me rahmetin e tij dhe njerëzit të ndalin konfliktet mes veti. Sepse kur dy të pandërgjetshëm kanë konflikt mes veti, ata e bartin bisupe edhe fatin e shoqërive. Dhe sot fatkeqësisht po e përjetojmë më të keqen të mundshme. Edhe në këtë mëngjes ku ne veç të gëzohemi vëllezër, bota tronditet prej sulmeve të ndryshme, me armë më vdekje pruse të mundshme, dhe shpesh herë i bën pyetje njëri vallë për ku jemi nis. Çish është e mundshme ky njeri mos me pas mëshirë ndaj njëri tjetrit? Çish është e mundshme të bërbandohen për shembull çerdhët me fëmijë, spitalet? Çfarë civilizimi që ka ky që po e kërcënoi ka njerëzimin? Çfarë vlere pas ka ky sistem i jetës nëse kërcënohen prezat e ri? Prandaj vëllezër, kur zbresmi prej anijes së besimit, na tha Rasulullahi, kur njerëzit zbresin prej anijes së besimit, pasojat janë aq të mëdha saqë asun imagjinon njeriu i mëshëm. E lutem Zotin e Madhërisht që këtë ditë të bekuar, këtë ditë feste, ta zbret paqen në botë, ti përmison njerëzit, ti udhëzon, të na ban me një farformë argat të mirës dhe të punojmë për interesat e dunjas, për interesat e shkurtës e bote, dhe të lëmë gjurmë të mira në trajektorin e jetës, dhe mos na ban o Zot për atyre njerëzve që bën çrregullimin e tokë, janë pengesë për tjetrin
dhe mbi gjitha i shkelin parimet e tua. Vëllezër, tu pe përfundoj këtë hutbë të shkurtër, edhe njerë duke u dëshiruar çdo të mirë në jetë. Zoti i Madhërisht u begatoft familjet tuaja, pasuritë tuaja, u ashtoft të mira në dunja dhe në ahiret, dhe gjithmonë paqe gëzime e ditë të bukura në familjen e shoqëri. Wassalamu alaikum.